تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja të sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani al-Maqdisi, I cili ka lindur në vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Marrim një kapitull të ri në këtë libër që është Kitabun Nikah, ose kapitulli ose libri I kurorëzimit apo I martesës. Pra, edhe kjo është një prej kapitujve të temave të librave të fikhut, edhe siç dihet, do të thënë hadithet në këtë libër janë të radhitura sipas temave të fikhut, librave të fikhut. Dhe nikahu është një temë e rëndësishme, ose martesa, do të thënë, dhe rregullat që kanë të bëjnë me martesën. Pra përmenden në këtë pjesë të librit. Dhe martesa ose kurorëzimi, pra martesa e ligjshme në Islam është e lejuar dhe është nxitur, dhe për ligjshmërinë e saj, do të thënë, ka argumente të Kuranit, Sunetit dhe ka ixhma të gjithë umetit se martesa është e ligjshme në Islam. Prej Kuranit është për shembull fjala e Allahut: "Fankihu ma taba lakum minan nisa", do të thënë martonu me ato gra që ju pëlqejnë ose që janë të përshtatshme për ju. Dhe në ajetet tjera, po ashtu për prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithe të shumta, prej haditheve që janë me fjalë, do të thënë prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej veprimit të tij, prej miratimit, do të thënë të martesave të shumta të sahabeve, dhe do të thotë ka argumente të shumta dhe there të shumta prej sahabeve dhe të tjerëve prej selefit, dhe është çështje për cilën ka ixhma të muslimanët se martesa është e ligjshme dhe është e nxitur, do të thënë në Islam. Për këtë, do të thënë, nuk ka pasur asnjëherë kundërshtim, dhe sepse martesa, do të thotë, siç e dim, pra kemi folur në tema të shumta, në rregullat e shariatit, gjithmonë është e ligjësuar, është bërë e ligjshme dhe e preferuar ose e nxitur çdo gjë që ka dobi, ose që është e mirë, e pastër dhe e drejtë. Do të thënë, ajo është e nxitur në shariat dhe çdo e kundërt është e ndaluar ose e shkurajuar, si thonë, do të thënë dekurajim për bërjen e veprave që nuk kanë dobi. Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa ankihul ayama minkum", do të thënë martojini vajza, do të thënë nga mesi juaj. Thotë ky është urdhër. Do të thënë është një prej urdhrave të Allahut. Gjithashtu
ka thonë fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun, do të thonë mos i pengoni ato që të martohen me burrat e tyre. Kjo është ndalesë, do të thonë urdhërohet për martesë dhe ndalohet pengimi i martesës. Do thotë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu prej haditheve është hadithi që do ta lexojmë në këtë temë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, do të thënë martesa është prej rrugës sime, faman raghiba an sunnati falaysa minni, kush largohet nga rruga ime ai nuk është i imi. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu takatharu, do të thënë martohuni dhe shtohuni, fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah, sepse unë do të mburrem me ju, do të jem krenar me ju para umeteve të tjera në ditën e gjykimit. Dhe argumentet shumëta do thotë prej Kuranit dhe Sunetit në këtë kuptim. Duhet ta dim se martesa, do të thënë ka dobi të shumëta, dobi që i vinë këtyre dy bashkëshortëve, këta dy individ që martohen, po ashtu dobi që do t'ju vinë fëmijëve që do të lindin, gjeneratave të tjera, shoqërisë në përgjithësi, dobi prej cilave fiton feja dhe dobi të shumta, domethënë për individin dhe për shoqërinë e muslimanëve. Një prej këtyre dobive është ruajtja e nderit dhe përforcimi i njeriut, domethënë që të largohet nga harami, nga shikimi në haram, nga lidhja e ndaluar, do të thënë me të tjerë, nga marrja, do thotë, nga lidhjet që janë të ndaluara sheriatikisht me dashnor dhe dashnore e kështu me radhë. Do të thënë martesa ndihmon për pengimin e këtyre rrugëve. Po ashtu prej dobive të martesës që i përmendin dietarët, do të thënë në librat e tyre, është shtimi i umetit. Dhe do thotë qëllimi është që të shtohen njerëz të cilët e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala, do thonë do të shtohen robërit e Allahut, do të shtohen pasuesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë arrihet krenaria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mburrja e tij në ditën e gjykimit para umeteve të tjerë. Do thotë kjo fjalë, ky hadith që e lexuam pak më herët, do të thonë është argument se ky umet do të jetë me numër më të madh në ditën e gjykimit se të gjithë umetet e tjerë dhe me ne do të krenohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj secili prej nesh duhet të kontribuojë që të marrë pjesë në këtë vlerë, në shtimin e umetit. Dhe përveç kësaj që do të jetë në ditën e gjykimit, gjithashtu edhe në dunja, numri i madh, e dini, sidomos në kohën tonë është një problem shumë i madh i shoqërive të ndryshme, si thonë kjo demografia, do thotë, është problem me cilën përballen njerëz. Shikoni kur i ndërtojnë veprimet ose vendimet e tyre në teori që i shpikin njerëzit. Kanë mendu disa njerëz në një periudhë se numri i madh i popullsisë është i dëmshëm, edhe i kanë bërë metodat e lloj-llojshme, kjo padyshim se është prej lojrave të shejtanit, kanë bërë metodat lloj-llojshme për paksimin e popullsisë. Pastaj, në praktik është parë se paksimi i popullsisë ose numri i pakët i popullsisë është i dëmshëm për një shoqëri. Kurse, do të thënë, shohim se Islami e ka nxitur shtimin e popullsisë dhe se me shtimin e popullsisë do thotë ka dobi, edhe shtohet edhe pasuria, pasi njerëz që kanë shikim të mangët për dunjan mendojnë se numri i madh i njerëzve i harxhon resurset. Do thotë edhe harxhohet ushqimi, harxhohet furnizimi i Allahut, prandaj mundohen të paksojnë njerëzit, kurse realiteti është se me shtimin e popullsisë dhe me produktivitet demografik, do të thonë, përforcohet edhe ekonomia dhe shtohet pasuria dhe prodhimi, do të thonë, të gjitha aspektet që sjellin mirësi shoqërisë dhe individit gjithashtu. Prej qëllimeve dhe dobive të martesës gjithashtu është edhe ruajtja e prejardhjes,
ruajtja e familjeve ose fiseve, popujve, do thënë që të njihen njerëzit, njihet secili, do thot prej nga e ka prej ardhjen, përndryshe nëse do të thënë bëhet lindja jashtëmartësore, nuk njihen njerëzit, edhe nuk dihet me cilin është lidhja e tij. Prandaj afërsia e vërtet, bashkëpunimi, mbrojtja e njëri tjetrit ndodh, do të thënë kur njihet sakt fisi, preardhja, populli, kombi, do të thënë edhe ndihmohen këta individ mes veti, janë më të afërt me njëri tjetrin, shtohet më shumë lidhja e vërtet, do të thënë mes njerëzve, kur njihet preardhja e tyre. Dhe nëse nuk kishin martesa e ligjshme dhe nuk ishte mbrojtur nderi, nuk ishin mbrojtur këto lidhjet mes dy gjinive, atëherë do të ishte bërë anarki, do të thënë në preardhjen e njerëzve, edhe jeta nuk do të kishte pas kuptim ose nuk do të ishte kuptuar, do të thënë, nuk do të ishte kuptuar jeta dhe lidhjet e njerëzve, nuk do të ishte vërtetuar asnjë trashëgim, për shembull asnjë hak, pasuri, transferimi pasurisë kështu me radhë. Prandaj sot e shohim se prej ndjekësve të shejtanit, do të thënë është kjo mënyrë, do të thënë që ta humbin familjen, edhe ta humbin njohjen e preardhjes, në mënyrë që gjithë pasuria prapë t'u kthehet atyre. Edhe për këtë shkak, edhe kur vdes një njeri që posedon diçka, nuk do të bëjnë me mira pengesa që trashëgimtarët e tij ta marrin pasurinë, por kjo njohja e qartë e preardhjes është një diçka që u aprish planin. Prandaj duhen edhe këtë ta shkatrojnë, që mos dihet kush prej nga e ka preardhjen, mos dihet ku janë rrënjët, ku janë degët, do të thënë bazat e kështu me radhë. Prandaj martesa është ajo që e sjell këtë dobi. Një prej dobive më të dukshme të martesës është shtimi i dashurisë dhe mëshirës mes bashkëshortëve. Edhe nuk ekziston, do të thënë, një lidhje mes dy njerëzve që është aq e afërt sa është afërsia mes burrit dhe gruas. Edhe kjo është një fenomen i çuditshëm ose një argument i çuditshëm, një sekret i Allahut subhanahu wa taala, që ka bërë, do të thënë, këtë lidhje në këtë mënyrë. Nuk ekziston, do të thënë, as mes dy vëllezërve ose dy motrave ose madje as mes prindit edhe fëmijës, nuk ekziston, nuk është lidhja e atill siç është lidhja mes burrit dhe gruas, edhe dashuria, solidariteti, mëshira me njëri tjetrin. Do të thënë, ajo është numri 1, do të thotë, në raportet mes njerëzve. Dhe prandaj ky është një prej argumenteve, siç tham, Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Do të thënë, prej argumenteve të Allahut është që prej jush ka krijuar bashkëshortet, i ka krijuar bashkëshortet tuaja, që ju të gjeni prehje tek ato. Do të thënë, të gjeni pushim dhe qetësim te gratë tuaja. "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Edhe mes jush ka bërë Allahu dashuri dhe mëshirë. "Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Do të thënë, në këtë çështje ka argumente për njerëz që mendojnë, që logjikojnë, do të thënë, i shohin argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, martesa e ligjshme e sjell dobinë e ngritjes familjes dhe përmirësimit të shtëpisë, sepse përndryshe, do të thënë, kjo nuk arrihet, kurse familja është qeliza kryesore edhe hallka kryesore e shoqërisë në përgjithësi. Do thotë, bashkohen burri dhe gruaja, e kanë këtë dashuri dhe mëshirë mes veti, solidarizim me njëri tjetrin. Edhe atëherë burri del jashtë, lodhet, përpiqet, mundohet, do të thënë, që ta arrijë furnizimin edhe që të shpenzoj për familjen e tij. Kurse gruaja rrin në shtëpi, e përmirëson shtëpinë, e rregullon, e menaxhon pasurinë dhe fëmijët e burrit, do të thënë, i edukon fëmijët, i kujdeset për to, do të thënë, edhe të gjitha çështjet e fëmijëve, dhe gjithashtu
siç është përmendur, do të thonë kujdeset për pasurinë e burrit, edhe atëherë me këtë, do të thonë drejtohen të gjitha çështjet. Nëse njëra prej këtyre mungon, atëherë prishet kjo harmonia në familje. Do të thonë nëse ose burri nuk e kryen detyrën e vet, ose gruaja nuk e kryen detyrën e vet, do të thonë patjetër se mangësohet kjo rregullsi ose ky rregull në jetën e familjes dhe ngritjen, përmirësimin e familjes. Prandaj duhet të dihet se me të vërtetë në realitet në rolin e shoqërisë, burri dhe gruaja janë të barabartë. Nuk ka dyshim se kontributi dhe mirësia që e sjell secili prej tyre është e barabartë. Do të thënë siç e bën kontributin dhe ofron, do të thënë mirësi burri kur është jashtë shtëpisë që punon, gjithashtu këtë mirësi dhe këtë kontribut e jep gruaja në të mirën e shoqërisë në përgjithësi, me përmirësimin e fëmijëve, edukimin e fëmijëve, ngritjen, edhe historia, edhe aktualiteti, përditshmëria tregon se me të vërtetë nana e mirë, edhe që është në shtëpinë e saj me fëmijët e saj, kanë nxjerr burra të mëdhenj, që i kanë sjell dobi, do të thënë njerëzimit në përgjithësi ose shoqërive ku kanë ekzistuar ata. Dhe për këtë shkak, do të thënë meritor për ngritjen e shoqërisë janë në mënyrë të barabartë edhe burri dhe gruaja, nëse secili e kryen detyrën e vet. Për këtë, prandaj e shohim, do të thënë ata që duan t'i përziejnë këto role, edhe t'i prishin, ta nxjerrin gruan nga shtëpia, me metoda ndryshme. Njëherë janë mundu me propagandë një kohë të gjatë, mirë po në periudha të ndryshme, do të thënë siç është në kohën tonë, e bajnë me domosdoshmërinë ekonomike. Do të thënë që njerëzit e shohin që patjetër duhet edhe gruaja të punojë jashtë, dalë prej shtëpisë, atëherë prishet rregulli në shtëpi, do të thënë prishet kujdesi për fëmijët, edhe do të thotë kjo është këta njerëz që duan ta prishin këtë rregull hyjnor që ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, dhe padyshim se nuk i kuptojnë dobit e vërteta të njerëzimit, ose do të thënë kanë qëllime për shkatrim dhe devijim. Kështu do thotë dobit e martesës janë të shumta. Edhe kanë shkruar shumë prej dietarëve. Prandaj pasi është një çështje kaq me rëndësi, edhe kaq e dobishme, patjetër se në sheriat ka rregulla, ka parime, edukata që duhet të ndiqen, ka aty diçka që është halal dhe diçka që është haram, diçka që është urdhër dhe obligim. Do të thënë patjetër si çdo pjesë tjetër e sheriatit duhet ta kuptojmë se pa marrë parasysh për cilën temë flasim, kur sheh njerëz që i anulojnë pjesën e rregullave dhe flasin vetëm për pjesën ose aspektin e dobis ose aspektin e emocionit, siç është edhe lufta, se në kohën tonë, domethënë kjo është një temë shqetësuese për muslimanët, lufta në rrugt të Allahut, xhihadi, gjithashtu është diçka që sjell dobi të shumta, edhe për muslimanët, edhe për të tjerët, sjell dobi. Mirë po, ka njerëz që duan t'ja japin imazhin më të tmerrshëm xhihadit, duke e lënë pjesën e rregullave. Do thotë, nëse kryhet lufta, si dhe çdo gjë tjetër, do të thënë, kemi thënë te zekati, nëse kryhet zekati, sipas atyre rregullave që janë shpallura në Kur'an dhe në Sunet, nuk mbetet varfëri. Edhe kjo ka ndodhur realisht, në gjatë historisë, në vende ndryshme të muslimanëve kur është zbatuar dhënia e zekatit sipas rregullave, ka ardhur, domethënë, një situatë që nuk ka pas njerëz që e pranojnë zekatin. Edhe kështu edhe në lidhje me luftën edhe me çdo gjë tjetër, dhe në lidhje me martesën. Po ashtu ka rregulla që duhet t'i mësojë muslimani, edhe nëse ecë sipas tyre, atëherë e arrin këtë dhunti të Allahut subhanahu wa taala, edhe arrihet lumturia edhe në jetën e dunjas, edhe bëhet jeta e pastër, e këndshme, do të thënë, sepse e dim siç thonë edhe pleqtanë se ajo martesa nuk është për një ditë e dy, edhe jeta do të thotë është e gjatë. Pra duhet
të ecet sipas rregullave, patjetër që secili i ka obligimet e veta dhe i ka kufit e vet, edhe ka të drejtat e veta. Patjetër këto tri aspekte duhet t'i shoh edhe burri edhe gruaja. Domethënë ku janë, cilat janë obligimet dhe deri ku janë kufit. Dhe atëherë cilat janë të drejtat. Kurse nëse ndodh që secila palë i shikon vetëm drejtat, edhe i kërkon vetëm drejtat e veta, atëherë nuk ka jetë lumtur edhe nuk ka rahati dhe harmoni në atë familje. Kur t'i kryen secili, do thotë i arrin këto të mira që përmenden në shariatin e Allahut. Pra burri ka obligim që ta furnizojë shtëpinë edhe çdo gjë që duhet, do thotë banimi, veshmbathja, ushqimi, do thotë çdo gjë që është siç është e njohur dhe si është e mirë, jo duke kërku luks, do thotë, por ajo që është e njohur në atë kohë edhe në atë shoqëri, edhe që është e duhur, domethënë, është obligimi i burrit. Dhe gjithashtu është obligim, domethënë, që të jetë me sjellje të lehtë, të këndshme, të jetë, domethënë, me shpirt të pastër, i rehatshëm dhe të ketë sjellje të butë, domethënë, ndaj gruas së tij, të jetë i buzëqeshur, i afrueshëm, domethënë, të jetë shoqëria me ta e këndshme për gruan. Po ashtu edhe gruaja ka obligim që ta shërbej burrin, të kujdeset, si tham, për shtëpinë e tij, për pasurinë e tij, të kujdeset për fëmijët e tij, edhe ta menaxhoj mirë shpenzimin që e bën burri për familjen, ta ruaj nderin, domethënë ta ruaj për nderin e saj, për burrin e vet, t'ia ruaj pasurinë, t'ia ruaj shtëpinë, do thotë, edhe gjithashtu ta mirëpres me buzëqeshje, me fytyrë të ndriçuar, do thotë, ti përgatis të gjitha shkaqet që i sjellin rahati burrit. Do të thënë që të bëhet ajo që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, se gratë i ka bërë që të jenë prehje për burrin. Do të thënë kjo lodhja, shqetësimet e jashtme të jenë që mbarojnë kur hyn në shtëpi, dhe sidomos kur e shef fytyrën e gruas së tij, do të thënë ti hiqen ato gajlet edhe brengat që i ka pas, ose shqetësimet, nervozizmet, ose gjithashtu edhe ndodh që burri jashtë shtëpisë shet diçka që e josh për haram, do të thënë kur e sheh gruan e tij, ti harroj edhe mendimet e këqija dhe ato emocionet që e tërheqin drejt haramit, do të thënë në këtë mënyrë gruaja të jetë prehje për burrin e saj. Atëherë kur të bëhen këto, atëherë fëmijët do të rriten në një ambient të qetë, të këndshëm, që do të jenë të fuqishëm psikikisht edhe emocionalisht, edhe fizikisht gjithashtu, do të jenë të fuqishëm që t'i sjellin dobi umetit edhe vetes vet, do të thënë, për çështjet e fesë dhe për çështjet e dunjas. Kështu, do të thënë, fëmijët gjithashtu fitojnë moral të lartë, do të thënë, nëse është shtëpia e këtill, atëherë fëmijët do të shohin pra fisnikri, bujari, sinqeritet, do thotë, kryerje të obligimeve, do të thënë me këtë edukohen. Edhe kjo ndikon më shumë se sa edukimi me fjalë. Do të thënë mësimet që ja jep baba ose nana fëmijëve janë ndikimi i tyre është shumë i vogël në krahasim me veprimet e tyre, edhe ambientin që e ndërtojnë, do të thënë, në familjen e tyre. Kjo ndikon shumë më shumë se sa fjalë që ja thonë se nuk duhet bësh kështu ose duhet bësh ashtu. Do të thënë patjetër se ambienti dhe mirëqenia në atë shtëpi ndikojnë shumë herë më mirë. Atëherë, nëse e shohim se një martesë nuk i sjell këto rezultate që u përmendën, atëherë duhet ta dimë prerazi se nuk është zbatuar rregulli hyjnor, nuk janë zbatuar këto rregulla që i ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Njëri prej bashkëshortëve ose të dy janë të mangët në kryerjen e obligimeve dhe në njohjen e kufive të tyre, atëherë
prishet, domethënë rregulli, edhe ndonjëherë njihet shumë shpejt, vërehet shpejt, ndonjëherë nuk vërehet, edhe mbeten pasoja shumë të rënda, domethënë në ardhmërinë e fëmijëve, edhe në ardhmërinë e vetvetes, domethënë të atyre bashkëshortëve, prandaj duhet shumë pasur kujdes që të ecim sipas librit të Allahut dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk ka, domethënë duhet ta kuptojmë se nuk ekziston një rregull tjetër që është i ngjashëm me rregullin që e ka shpall Allahu subhanahu wa taala, i gjithdijshmi, i gjithmëshirshmi, ai që u ka sjell të gjitha të mirat, domethënë krijesave të tij, dhe e ka zbrit ligjin e përsosur. Edhe ecja sipas këtij ligji, atëherë, domethënë e bën këtë arritjen e këtyre lartësive dhe përsosmërive, kurse kundërshtimi patjetër do të sjell mangësi. Në hadithin që e ka sjell këtu autori rahimahullah, është hadithi 297. Thot, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, domethënë transmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ya ma'shara ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija." Do thot, ka thënë: "O ju tri, kush ka mundësi të martohet, le të martohet. Sepse martesa është që më shumë e bën, domethënë e pengon shikimin haram, pra e ul shikimin dhe e mbron nderin. Dhe kush nuk ka mundësi të martohet, atëherë le ta agjeroj më shumë, sepse agjerimi për të është mburoj ose mbrojtje prej haramit." Fjala wija realisht domethënë si kastrim, domethënë ose tredhje shqip. Do thotë siç është tredhja që e ndal epshin edhe e pengon njeriu nga harami, domethënë me këtë kuptim është edhe agjerimi që e ul atë valën e epshit, edhe është ndihmë që njeriu mos të bjerë në haram. Pra, kështu është shprehja në hadith. Do thotë, pra agjerimi është për të kjo mbrojtja ose pengimi, domethënë i epsheve të ndaluara. Shikoni këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si orienton të rit. Domethënë pasi te të rit është epshi më i fuqishëm, edhe fuqia më e madhe për kontakt, domethënë gjinor mes dy gjinive, edhe për këtë shkak i ka orientuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të martohen sa më herët. Domethënë në atë kulmin e fuqisë, duhet të martohen. Edhe vonimi i martesës gjithashtu është një prej dëmeve që i ndodhin edhe njerëzve, individëve, edhe i ka ndodhur shoqërisë në përgjithësi. Edhe prandaj mos i dëgjoni propagandat e atyre që nxisin për vonim të martesës. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet shebabëve, domethënë trive. Edhe kuptohet nga konteksti se është për qëllim, domethënë trit që e kanë kulmin e fuqisë, do thotë gjinore, prandaj duhet martohen në atë kohë dhe jo ta vonojnë. Dhe nëse nga kjo kuptohet kush ka mundësi të martohet, domethënë se është për qëllim kush ka mundësi financiare ose ekonomike për martesën. Se disa kanë thënë që është për qëllim mundësia fizike. Por kjo nuk është e vërtetë, sepse shikoni si u drejtohet atyre trive. Pra prej trive kuptohet se te rinia është kjo domethënie më e fuqishme, prandaj ka thënë kush ka mundësi, që domethënë mundësi ekonomike. Kush ka mundësi, le të martohet sa më herët. Nëse nuk ka mundësi, nëse kish qenë për fuqinë e epshit, nuk do të kish thënë nëse nuk ka mundësi. Do thotë kush, pra padyshim se kanë mundësi fizike, atëherë, por nëse nuk kanë mundësi ekonomike, atëherë le ta xhirojnë që të jetë pengesë për epshin. Domethënë ky është kuptimi i hadithit, wallahu a'lam. Dhe pra thot Sheikhul Islam rahimahullah, wastita'atu an-nikah huwa al-qudratu 'ala al-mu'na, wa laysa huwa al-qudra 'ala al-wata'. Domethënë mundësia që është përmendur në hadith
është të thot mundësia ekonomike, mundësia për shpenzim. Nuk është mundësia ose fuqia, domethënë seksuale. Sepse hadithi i drejtohet atij që është i fuqishëm, që e ka këtë fuqi, domethënë drejtohet të rive. Prandaj thot kush nuk e ka atë mundësinë ekonomike, pra e ka urdhëruar për agjerim, se agjerimi do të jetë frenim i epshit. Do thot, pra është e qartë për kësaj kuptimi i hadithit wallahu a'lam. Pastaj Kjo do më thonë, ky hadith, ky urdhër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do më thonë se secili që ka nevojë fizike, do më thonë për martesë dhe ka mundësi ekonomike, atëherë e ka obligim, do thotë, të martohet, secili pasi u drejtohet trive, që te ata është ky kuptim, do më thonë se ka mundësi nëse ndodh, edhe te dikush që është më në moshë, edhe nëse ka fillu pleqëria, ose pjekuria, do më thonë, por është kjo nevojë fizike apo fiziologjike, do më thonë ekziston, dhe ka mundësi për martesë, atëherë edhe ai vlen, do më thonë edhe për ta, edhe pse tekstualisht përmenden vetëm trit. Sepse do thotë arsyetimi që e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thënë për agjerimin, ka thënë innehu aghaddu lil basar, do më thonë e bën shikimin më të ulur. Pra agjerimi. Do më thënë edhe nëse është një plak që i hap syt, do thotë në haram ose sheh që ka nevojë, por dhe ka mundësi për ekonomike, do më thënë atëherë duhet të martohet. Po ashtu ka thënë thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse dikush nuk ka pasuri për të martuar, i preferohet atij, është mustahab, do të thonë për të, që të marrë borxh. Do thotë ose kjo ka ihtilaf, do të thonë edhe me mëdhëbin Hambeli, edhe disa kanë thënë që mbas këtij hadithi është e preferuar që të marrë borxh, edhe nëse e sheh mundësinë, do të thonë për ta kthyer borxhin, dhe atëherë është më preferuar që ta nxitoj, do të thonë martesën, siç tham. Dhe në ajet gjithashtu ka thënë Allahu wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlih. Do të thonë le të ruhen, pra le ta ruajnë nderin ata që nuk kanë mundësi për martesë, thotë nuk kanë mundësi ekonomike, derisa Allahu t'i pasuroj prej dhuntive të tij. Për këtë shkak ka, do të thënë dietarët e përmendin edhe te grupet e zakatit. Nëse është një i ri, do të thënë e dini te të varfrit, fukara dhe mesakin, ka mundësi që shohim një tri që nuk është as fukara, as miskin. Do të thënë ka mjetet mjaftueshme për jetesë, mirë po ka nevojë për martesë, edhe nuk ka mundësi ekonomike. Atëherë gjithashtu edhe atij i jepet prej zakatit që të martohet. Pastaj thot në hadithin tjetër, hadithi 298, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. Do thot transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se erdhën 3 veta, kemi thënë nefer, do thënë është 2 ose 3. Edhe është përmendur në tjetër se kanë qenë përmendet në vetë hadithin se kanë qenë 3 veta që kanë ardhur te gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pyetur për ibadetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fshehtësi. Do të thonë të gjithë njerëzit e kanë parë si i bën adhurimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur është në publik, do të thonë si e fal namazin në xhami, si agjiron kur janë prezent, do të thonë edhe njerëz të tjerë kështu me radhë. Mirë po kanë dashur ta dinë edhe ibadetet e fshehta që i bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ndjekin atë. Edhe i kanë tregu, gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë tregu. Edhe atëherë atyre i është duk pak ajo. Kanë dashur edhe më shumë. Prandaj thot qala ba'duhum, do të thonë njëri prej tyre ka thënë la atazawwaju an-nisa, wa qala ba'duhum
la akulu al-lahm, wa qala ba'duhum la anamu ala firash. Domethënë, dikush prej tyre ka thënë, unë nuk do të martohem asnjëherë. Tjetri ka thënë, nuk do të ha mish. Tjetri ka thënë, nuk do të flej në shtrat. Do thotë, pra të gjithë këta kanë pas për qëllim se do t'i dedikohen adhurimeve. Edhe për të bërë më shumë adhurim, e kanë kuptuar se angazhimi me martesë dhe me familje është pengesë prej adhurimit. Prandaj ka thonë, unë nuk do të martohem. Ai tjetri ka thonë, nuk do të ha mish, ose tjetër transmetim është se do të agjeroj gjithmonë. Pra çdo ditë do të agjeroj për të bërë më shumë ibadet. Dhe tjetri ka thonë, nuk do të flenë shtrat, do të thonë që vazhdimisht do të bëj adhurim, vetëm kur merr gjumi në vendin e adhurimit, atëherë do të flej, kurse do të thonë enkas mushtri për të fjetur, do thotë këta nuk e bëj, do thotë vetëm do të bëj ibadet. Thot فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال. Do të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i arriti kjo fjalë, edhe atëherë doli në xhami para njerëzve, lavdroi Allahun, falenderoi Allahun dhe tha lëvdata për të. Pastaj tha, ma balu aqwamin qalu kadha wa kadha. Do të thonë si është puna me disa njerëz që kanë thënë kështu e kështu. Ka thënë walakinni usalli wa anam. Unë falem dhe flej. Wa asumu wa uftir. Agjeroj dhe nuk agjeroj. Do të thonë ka ditë kur nuk agjeroj. Wa atazawwaju an-nisa, edhe martohem gjithashtu me gra. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dhe kush largohet prej sunetit tim, kush largohet prej rrugës sime, do të thonë, ai nuk është i imi. Pra e shohim se si ky shariat i madhrishëm, shariat i përsosur, dhe të është nga Allahu, krijuesi i njerëzimit, subhanahu wa ta'ala. Dhe nëse ka sjell shariatin e përsosur të balancuar. Nuk është shariat që e kanë sjell njerëz që kanë pas ide, do të thonë, të asketizmit, ose si i thonë ata spiritualizmit, që nuk është e sakt, po që mendojnë se duhet për ta edukuar shpirtin, duhet ta dënojnë trupin. Edhe ka njerëz tjerë që kanë sjell ligje të tjera që e kanë anuluar krejtësisht aspektin e shpirtit, edhe janë marrë vetëm me kënaqësitë e trupit. Por ky shariat, ky ligj i Allahut subhanahu wa ta'ala ka sjell në mënyrë të përsosur, perfekte, balancin mes edukimit të shpirtit dhe nevojave të trupit. Patjetër. Do thotë që tregon se ky shariat është i zbritur nga Zoti i gjithdijshëm. Do thënë Allahu subhanahu wa taala e di se si e ka krijuar njeriu, edhe çfarë nevoja ka njeriu, dhe nuk i ka bërë padrejtësi me ligjet që ta shkatrojë këtë krijesë. Dhe po ashtu nuk ka mangësi në ngritjen shpirtërore. Pra shariati nuk i jep përparësi vetëm trupit, edhe nuk e ka anashkaluar në aspak, do të thonë ngritjen e shpirtit, por është balanc i përsosur mes edukimit dhe ngritjes së shpirtit dhe ruajtjes dhe dhënies hakut të trupit. Do të thonë, pra përmes këtij shariati robi e kupton dhe e zbaton që ka Zot dhe Zoti i tij, do të thonë, ka hak që njeriu ta adhurojë dhe të sakrifikojë për ta. Por gjithashtu edhe që t'ja jape vetes dhe trupit të tij t'ja jape hakun që i duhet. Do thot nga ky hadith përfitojmë, do të thënë, kujdesin e sahabeve për hajrin. Do të thënë janë mundu shumë që të bëjnë më shumë hajr, edhe kanë dashur ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kanë pyetur. Mirë po, ndonjëherë, do të thënë, njerëzit gabojnë, edhe kanë gabuar këtë rast duke pas synimin për shtimin e hajrit. Se kanë thonë, siç është në transmetim tjetër, kanë thonë ky është i dërguari i Allahut. Allahu ja ka falë atij të gjitha gjunahet, edhe ja ka garantuar, do të thënë, pozitën e lartë në xhenet e kështu me radhë, kurse ne jemi dopt, kemi nevojë për më shumë adhurime. Ky ka qenë justifikimi i tyre. Mirë po, edukimi pastaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është
do të thonë gjykuesin këtë temë. Pra nuk e marrim rrugën e askujt nëse e ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka thonë, kush largohet nga suneti im, ai nuk është i imi. Do thotë, mos mendoj dikush që të shtoj diçka në fenë e Allahut, do të shtoj më shumë, sepse nuk ka mundësi të shtoj më shumë se ajo që është më e mira. Si thuhet, kur është diçka e përsosur, ajo që është e plot, edhe kjo fe është e plot, suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i plot dhe i përsosur, edhe kur shtohet në ta, ajo atëherë prishet. Pra çdo herë kur i shtohet përsosurës, ajo bëhet e mangët dhe e prisur. Dhëtë hajri dhe bereqeti dhe bekimet, mirësia, është në ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të gjitha situatat. Do të thënë edhe në jetën familjare, private. Prandaj ne kemi të transmetuar nga pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam edhe jetën private. Do të thënë që ta marrim si shembull edhe në jetën tonë përditshme brenda familjes sonë, e kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe në adhurim, edhe në udhëheqje, nëse është dikush prej muslimanëve që është i ngarkuar me udhëheqje të umetit ose të një grupi, do të thënë në secilën situatë e kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nëse njeriu mundohet ta ngarkojë vetveten, edhe të jetë i ashpër vetveten ose të tjerët, do të thënë ata që i kanë përgjegjësi, pra i ngarkon me diçka që nuk është sipas ligjit të Allahut, nuk është prej fesë Allahut subhanahu wa taala, atëherë do të jetë, do të thënë, rrugën e njerëzve të bidatit. Se në këtë mënyrë ka ardhur devijimi. Një prej shkaqeve të përhapjes devijimit, çka është? Dhe teprimi përtej kufive që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Edhe pa marrë parasysh njeriu sa e ka në jetin e mirë, në jetin nuk mjafton. Do thotë e ka në jetin e mirë, dëshirën për të arritur më shumë, nëse e kundërshton fenë e Allahut, ai është në devijim. Edhe nëse e ka bërë këtë me vetdije, ka mëkat. Nëse ka pas mundësi ta di dhe nuk është interesuar ta mësoj rrugën e drejtë, gjithashtu ka mëkat. Por nëse nuk e ka ditur dhe nuk ka pas mundësi, atëherë shpresojmë që mëkati i falet, nëse nuk ka pas mundësi ta mësoj, nuk ka pas ku ta mësoj. Por nuk ka shpërblim prej veprës që nuk është sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ai që i braktis ato të mirat e lejuara të kësaj të jetesës në dunja, duke tregu, do të thënë duke u tregu zahid, do të thënë duke u tregu asket më shumë, edhe duke tregu se është duke bërë adhurim më shumë, duke dal nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai e ka ndjekur rrugën, do të thënë nuk ka ndjekur rrugën e besimtarëve, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ai që kundërshton pejgamberin, pra u men yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, do të thënë ai që e kundërshton të dërguarin, pasi është bërë i qartë udhëzimi, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarëve. Edhe besimtarët që kanë mësuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë shembulltyra që duhet ndiqen patjetër. Do të thënë, këta e kanë thënë këtë fjalë, por pasi i ka kundërshtuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë çu prap atë tekën e vet, ose si thonë ju qykën e vet. Nuk e ka çu, nuk kanë vazhduar, do të thënë me mendimet dhe dëshirat e veta, por janë nënshtruar ligjit Allahut, Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, do të thënë, këto janë, nuk është i vetmi argument, ka argumente të shumta, prandaj këto janë rregulla, do të thënë që të kuptohet. Çdo herë dalja nga rruga që e ka sqaruar Kurani dhe Suneti është devijim. Edhe thamë, sektet ndryshme janë paraqitur për do të thënë është një prej këtyre shkaqeve. Ka sekte që janë paraqitur për shkaqe politike, do të thënë, por edhe ka shumë sekte që janë prej devijimeve më të mëdha, edhe disa prej tyre që kanë dalë prej Islamit. Nuk janë, edhe pse do të thënë shfaqen sikur e kanë preardhjen nga Islami, ata janë shumë larg prej Islamit, për shkak se kanë ndjekur
këtë rrugë të teprimit sipas mendimeve të veta dhe e kanë braktisë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje edhe për krishterët ka thënë Allahu subhanahu wa taala wa rahbaniyatan ibtada'uha, do të thonë murgrin ata e shpikën. Pra vetë ma katabnaha lahum, do të thonë nuk u kemi bërë të ligjshme ne. Nuk është i shpallur në asnjë ligj, kjo do thotë nuk është e shpallur murgria, do thënë largimi prej martesës, mirë po ata vetë kanë shpikur. Pastaj thot Allahu ma ra'auha haqqa ri'ayatiha, edhe nuk e kanë dhënë hakun. Do thënë ata vetë kanë shpikur si lloj i adhurimit që është në kundërshtim me ligjin e Allahut dhe nuk e kanë ruajtur, pastaj nuk e kanë zbatuar ashtu si e kanë detyruar vetveten. Prandaj do thot Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që ne kemi obligim t'i nënshtrohemi dhe t'i bindemi plotësisht dhe pa teprim dhe pa te ngarkim nga njëra anë dhe gjithashtu pa lënë mangët dhe pa neglizhencë. Do të thonë duhet rruga e drejtë është larg prej teprimit dhe larg prej neglizhencës. Shikoni si ka thënë ta lexojmë edhe këtë hadith, do të thonë që është në të njëjtin kuptim. Ka thënë an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. Ka thënë pra Sa'd ibn Abi Waqqas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka refuzuar murgrin, më thënë Uthman ibn Mad'unit radiyallahu anhu. Dhe po t'ja kishte leju, ne do të thonë do të ishim bërë murgjir. Dhe Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu ka pas dëshirë që të largohet nga, do të thonë, jeta e përditshme e dunjas, të largohet nga martesa dhe të veçohet vetëm për adhurim. Do të thonë mos jetë i martuar, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka qortuar për këtë dhe e ka kundërshtuar, edhe prandaj është kthy, do të thonë ka vazhduar me ibadet, mirë po duke ja dhënë hakun edhe familjes gjithashtu. Edhe ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas, do thotë kjo dëshirë ka qenë të gjithë sahabët, që më shumë të shtojnë madhurimin. Prandaj do thotë kjo fe e ka bërë kufirin e qartë. Nuk është lanë sipas dëshirave të njerëzve. Do thënë secili prej sahabëve ka pas dëshirë sa më shumë me bëj ibadet, por janë nënshtruar siç tham fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe prandaj ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas, me pas leju atij, sikur t'ia kishte lejuar Uthman ibn Mad'unit, do të thonë edhe ne lehtasejna, ka thënë, do të thonë do të ishim të rredhur. Do të thonë që mos kemi as nevojë për martesë. Ta harrojmë krejtësisht çështjen e martesës dhe vetëm t'i drejtohemi adhurimit. Por nuk na ka leju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nuk e bëjmë. Ka thonë Sanani, në lidhje me këto që u folën, është një fjalë, do të thënë, me të vërtetë që duhet ta kuptojmë thellë. Thot e khafu ala zahidi an takuna shahwatuhu inqalabat ila at-tark. Kam frikë se këta asketët, do të thënë që ose largohen nga martesa, ose largohen nga veshjet e lehta, do të thënë për tregu se pra veshin rroba të rënda të leshta që janë të vështira për t'i bartur, ose nuk jetojnë mesin e njerëzve, jetojnë shpellë kështu. Do të thënë gjitha këto arsyetime për demek për adhurim, veçim për adhurim. Thot Sanani rahimahullah, kam frikë se këta zahida, ta ashtu quajtur, do të thënë në realitet epshet e tyre janë për lëndje. Do të thënë e kanë epsh që të largohen prej këtyre gjërave. Dhe fesara yashtahi alla yatanawal. Do të thënë dhe qëllim ose dëshirat e tyre janë që mos i fitojnë këto, do të thënë mos i hajnë këto ushqime të caktuara ose mos i veshin këto veshje të caktuara ose mos martohen, do të thënë është bërë dëshira e tyre. Walin nafsi fi hadha makrun khafiyun wa riya'un daqiq. Edhe nefsi është, do të thënë, ka hise këtu dhe një tradhti të fshehtë.
Do të thënë, në realitet nefsi i kërkon, se nëse është me të vërtet që shpirti i tij do të afrohet te Allahu, atëherë do të afrohet me ligjin e Allahut. Por kur e kundërshton, do të thënë ka hise nefsi. Do të thënë kështu i pëlqen atij. Prandaj e bën këtë. Por thot sikur të kishte shpëtuar nga ria, gjithashtu do të thënë ka një mashtrim të fshehtë nefsi dhe ria, syfaqësi, do të thënë dëshira për të dukur, me këtë takvallog, do të thënë dikush ka qejf të duket te njerëzit se është shumë i devotshëm. Dhe thot shumë njerëz që i japin përparësi zuhdit kanë hyrë në rrugë që nuk i ka ecur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe as sahabët e tij, dhe kanë shfaqur, do të thënë, asketizëm të tepruar që del jashtë kufive, duke bërë, do të thënë, rroba të vrazhta ose të tjera, se njerëz të thjesht që nuk kanë dituri, do të thënë, i kanë pëlqyer, i duken shumë të mira, dhe atëherë kanë fillu, do thotë, të mblidhen rreth tyre, të aputhin dorën. Do të thënë, ka ardhur kundërta. Ata kanë lënë një rrobë caktuar, kurse duket se, do të thënë, kanë dëshirë për të dukur, që njerëz t'ju përulen, t'ja aputhin dorën e kështu me radhë. Dhe thotë shumica prej tyre, wa aktharuhum fi khalwatihi ala ghayri halatihi fi jalwatihi. Do thënë, shumica prej tyre, kur janë në vetmi, nuk e kanë gjendjen që e kanë para njerëzve të tjerë. Thotë, kështu shfaqen si shumë devotshëm, mirë po, realiteti i tyre, fshehtësia e tyre është në kundërshtim me atë që e shfaqin. Edhe kur është në vetmi, atëherë i bën të gjitha epshet, edhe kurse njerëzve u shfaqet, do të thonë se është shumë zahid. Thotë, "Wa ma tazahhada illa al-qamis." Po në realitet zahid është vetëm rroba e tij që e ka vesh. Wa idha nadharta ila ahwalihi fa indahu kibru Fir'aun. Do të thënë, nëse ja analizon mirë gjendjen e tij, do ta shohësh se ka arrogancën e faraonit. Do thotë, prandaj rregull, do të thënë edhe një herë, dalja nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është devijim. Pa marrë parasysh si shfaqen njerëzit, si tregohen, kurse haku absolut është në ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka tjetër, pa marrë parasysh me çfarë maske paraqitet, me çfarë arsyetime, me çfarë niyete, nëse del nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai njeriu është i devijuar. Do thënë, kjo duhet të kuptohet si hyrje në temat e martesës, edhe interesant, do të thënë, si dietarët i kanë shtjellu këtë çështje, se edhe te tema e martesës bëhen shumë. Do të thënë, siç thash në fillim, ka njerëz që i din vetëm të drejtat e veta dhe obligimet e tjetrit. Nuk i di obligimet e veta dhe drejtat e tjetrit, palës tjetër, edhe në këtë aspekt bëjnë padrejtësi, edhe më e keqja është se shumë prej njerëzve, disa prej vëllezërve, disa prej motrave, justifikohen me diçka prej fesë, në mënyrë jo të drejtë, jo të saktë, sepse feja nuk merret nga epshet e njerëzve, do të thonë, feja i ka burimet e qarta, është libri i Allahut, Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sipas kuptimit të sahabeve, dhe këto janë sqaruara në librat e dietarëve dhe te dietarë gjallë, i sqarojnë vazhdimisht. Pra aty merret, do të thonë, sqarimi i çështjeve të fesë, por shumë njerëz, edhe kur kanë konflikt edhe mes bashkëshortëve, do të thonë secili merr një aspekt për ta arsyetuar atë epshin e vet, do të thonë, animet e veta. Edhe kjo nuk është e drejtë, do të thonë se këtu me të vërtetë shumë duhet njeriu ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, sepse e ka bë halal afrimin te gruaja, do të thonë, me besën e Allahut. Edhe kjo është shumë çështje e madhështore, do të thonë, është një haram shumë i rëndë, që mund të bëhet halal vetëm me një marrëveshje të fuqishme, që i jepet besë Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duhet njeriu, do të thonë, të merret kjo temë seriozisht edhe të ecet sipas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.